Partia Demokratike ka nisur zyrtarisht përgatitjet për zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, nëpërmjet një urdhri të firmosur prej tij, ngarkon sekretarin e përgjithshëm dhe degët në rrethe që të organizojnë dhe të ngrejnë grupet e punës për fushatën zgjedhore, duke përcaktuar edhe kriteret për përcaktimin e kandidatëve. Në kriteret e përcaktuara, kryetari Basha nuk ka asnjë kufizim që përjashton drejtuesit e degëve apo zyrtar të tjerë të lartë të Partisë Demokratike nga mundësia për të kandiduar. Plotëson kushtet ligjore të parashikuara në kodin zgjedhor. Ka formim të mirë qytetar. Ka një aktivitet të mëparshëm në dobi të publikut. Ka njohje të mirë të komuniteteve brenda njësisë vendore ku kandidon. Ka demonstruar mbështetje dhe promovim të ideve dhe të aksionit politik të djathtë. Zotron aftësi dhe mbështetje për të qenë fitues. Lulzim Basha përcakton 10 marsin si afatin e fundit të mbledhjes së kryesisë së degëve për të shqyrtuar kandidaturat e prezantuara. Brenda datës 10 mars të organizohet mbledhja e kryesisë së degëve për të shqyrtuar kandidaturat e propozuara nga konsultimi me seksionet, kandidaturat e vetëshpallura si dhe të tjera që mund të propozohen nga vetë mbledhja e kryesisë së degës. Basha kërkon që në çdo njësi vendore zgjedhore, brenda datës 25 shkurt, të ngrihen grupet e punës, ndërkohë që 15 marsi është afati i fundit që grupet e punës të sigurojnë hapjen e zyrave elektorale për çdo grup seksion.